Zoti pasi tregoi disa rrethana të fajtorëve për të plotësuar edhe friksimin e kërcënimin mbi ata, urdhëron e thot: Innal ladhina kadhabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yaliju al-jamalu fi sammi al-khiyat. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Për ata far njerëzish që përgënjështrojnë ajetet tona të cilat tregojnë njësimin ton dhe prej mendje madhësisë nuk i pranojnë ato ajete, veçanërisht krenohen e nuk pranojnë Kuranin, nuk hapen dyert e qiellit, atyre nuk u dëgjohet lutja dhe nuk hynë në xhennet. Aq sa mund të futet deveja në vrimën e gjilpërës, aq mund të hynë edhe ata në xhennet. Kështu i ndëshkojmë fajtorët. Për ata ka shtroje prej zjari dhe mbules prej zjari, pra zjari do t'i rrethoj kokë e këmbë. Kështu do t'i ndëshkojmë keqbërësit. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. Edhe ata njerëz që besuan njësinë e Zotit dhe profecinë e pejgamberit dhe bën punë të mira, vepruan sipas urdhrave të tyre dhe i kryen detyrat. Ne nuk detyrojmë asnjë njeri, veçse sa ai mund të bëjë me lehtësi. Ata janë të xhenetit, ku do të qëndrojnë gjithmonë. Ne me madhërinë ton u anxjerim edhe atë që kanë në zemrat e tyre si mëris, mirë, armiqësi e të tjera vese të këqija dhe i lëm aty për jetë të kulluar që të mos kenë grindje me shoku-shokun dhe trin të qetë. Poshtë pallateve të tyre rrjedhin lumenj dhe kështu e kanë gëzimin të plot. Shpjegime. Fraza la nukellifu nafsan illa wus'aha, ne nuk detyrojmë asnjë njeri veçse sa ai mund të bëjë me lehtësi, tregon se njeriu ka aftësi të fitojë punën e vet, sepse po të ishte ashtu, siç thon Xheberit që njeriu nuk mund të bëjë ndonjë punë, atëherë nuk do të kishte kuptim e dobi detyrimi i njeriu me sa ka fuqinë. Në tefsirin e Hazinit thuhet se përballë derës së xhennetit gjendet një pemë përfund të cilës rrjedhin dy lumenj. Ata që do të hynë në xhennet kur të arrijnë ajo pema do të pinë ujë prej njërit lum dhe do të shplahet zemra prej mëris e prej mllefit kundra shoku-shokut dhe nuk do të mbetet asnjë armiqësi ndërmjet tyre. Në lumin tjetër do të lajnë trupin dhe nuk do të ngjelet asnjë lloj papastërtie në shtat dhe kështu hynë në xhenet të pastërt e të zbukuruar. Buhariu tregon një hadith sherif ku thuhet se ata që do të hynë në xhenet pasi të shpëtojnë prej zjarit, do t'i ndalojnë mbi një urë ndërmjet xhenetit dhe xhehenemit, aty do të hallallosen me shoku-shokun, kështu lejohen të hynë në xhenet të pastruar e të kulluar, sepse xheneti është vend i pastër ku s'mund të hynë të ndyrët. Zoti për të treguar se ata të xhennetit pasi të futen në xhennet do të falënderojnë Zotin, urdhëron e thot: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun." E ata do të thonë posa të hynë në xhenet, lavdërimet e falënderimet janë vetëm për Zotin që na bëri të arrijmë këto mirësi të mëdha, sepse ne nuk do t'i arrinim kur këtyre nëse nuk do të na kishte udhëzuar Zoti në rrugën e drejtë. Betohemi në Zotin e vërtetë se pejgamberët e Zotit tonë e kanë prur fjalët drejtë dhe atyre u thuhet nga ana e Zotit: "Ky është xheneti që e trashëguat për punët që keni bërë." Kuptimi. Kur besimtarët të hynë në xhenet posa të shohin mirësitë e Zotit për ta falëndëruar atë, do të thonë: lavdërimet e falëndërimet janë vetëm për Zotin e vërtetë që na i dha këto grada të larta e këto shpërblime të mëdha, ai na i pruri mbar punët e mira që bëm që të hynim në xhenet. Të mos të ishte udhëzimi i Zotit, ne me kokën tonë kur nuk do ta gjenim udhën e drejtë. Betohemi në Zotin e vërtetë se pejgamberët e Zotit na i patën treguar fjalët drejt, atyre u thuhet nga ana e Zotit: "U bë trashëgimtar të këtij xheneti që shihni në sa i të punëve të mira që keni bërë." Në tefsirin e Hazinit tregohet një hadith sherif i transmetuar prej Muslimit se pejgamberi ka thënë: "Kur banorët e xhennetit do të hynë në xhennet, një melek thret e thot: O banorët e xhennetit, për ju ka gjallje dhe nuk ka më vdekje, ka shëndet dhe jo sëmundje, ka rini dhe jo pleqëri, ka gjithë farë të mirash dhe jo më vuajtje e dëshpërime." Pra thuhet se kjo fjalë shenjtë interpreton ajetin e lartë përmendur. Zoti për të treguar edhe bisedimet që do të zhvillohen ndërmjet banorëve të xhennetit e banorëve të xhehenemit, urdhëron e thot: "Wa nada ashabul jannati ashaban nar أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم." Banorët e xhennetit u thrasin banorëve të xhehenemit e u thonë: "Ne e gjetëm të vërtet premtimin e Zotit ton. Po ju, a e gjetët atë çka u kishte premtuar Zoti me drejt?" Ata do të thonë: "Po."
فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Nën këto pyetje përgjigje, ndërmjet tyre do thras një thirrës muezin, mallkimi i Zotit qoftë mbi ata keqbërës që kanë penguar botën prej udhës së Zotit, kanë kërkuar shtrembërimin e fesë së Zotit dhe ahiretin nuk e kanë besuar. Fahri Raziu thot se kjo thirrje do të ndodh pasi ata të hyjnë në xhennet. Qëllimi i banorëve të xhennetit është për t'u treguar banorëve të xhehenemit lumturinë e vet të amshuar që t'u ashtojnë atyre hidhërimin. Ajeti tregon se këto biseda do t'i bëjë çdo banor i xhennetit, domethënë ata që janë në xhennet do t'u flasin atyre të njohurve që janë në xhehenem. Pavarësisht se xhenneti është lart dhe xhehenemi është poshtë, domethënë sado që këto dy botë ahiretit kanë një largësi të gjatë në mes, Zoti do t'u angrej perden dhe ata do ta shohin shokun dhe do të dëgjojnë zërin e njëri tjetrit. Kjo largësi, kanë thënë dietarët e ndjekësve të udhës profetike Ehli Sunnetit, nuk e pengon as shikimin as dëgjimin. I madhi Omer kur një ditë në Medinë ishte duke përcjell hutben pa Asarien, komandantin e ushtrisë që ndodhej një muaj larg, dhe i thiri: "Ya Saria, el Jebel, o Sarie, kap malin." Edhe Saria me gjithë ushtarët e vetë dëgjuan zërin e Omerit, kapën malin dhe kështu shpëtuan prej rrezikut pasi ishin duke u rrethuar prej armikut. Muezini në këtë ajet është për një melek ose për Israfilin alayhi salam. Mallkimi i Zotit, të cilin e thot meleku, zbret mbi ata njerëz që kanë këto karakteristika. 1. Janë keqbërës, domethënë qafir, mohues të së vërtetës. 2. Kanë penguar botën nga pranimi i fesë së vërtetë. 3. Kanë menduar dhe janë munduar si t'i ndryshojnë dispozitat e Allahut duke bërë propagandë që hedh dyshime mbi argumentet që tregojnë të drejtën. 4. Kanë mohuar ahiretin. Këta që kanë këto 4 karakteristika do të meritojnë mallkimin e Zotit.